Të nderuar anëtarë të gjykatës kushtetuese, siç jeni në dieni, prokuroria e posaçme në lidhje me këtë çështje oblig gjykimi ka depozituar parashtrime me shkrim si në fazën e shqyrtimit paraprak të kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese, ashtu edhe pas njohjes me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve të kësaj gjykate për pezullimin e zbatimit të vendimeve të gjykatës posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar lidhur me masën ndaluese të pezullimit nga detyra të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë. Në vijim, prokuroria e posaçme në cilësinë e subjektit të interesuar në këtë gjykim kushtetues paraqet në mënyrë të përmbledhur qëndrimin e saj lidhur me pretendimet e ngritura nga pala kërkuese, përsa parashtrojmë. Paraprakisht, shprehemi se në këtë çështje pala kërkuese nuk legjitimohet si subjekt procedural për të aktivizuar kontrollin e gjykatës kushtetuese, pasi vlerësohet se kërkuesi nuk është subjekt i drejt për drejt i procedimit penal, nuk ka provuar një interes personal, aktual dhe kushtetues me pasoja të pariparueshme apo shfaqjen e rrezikut për kryerjen e funksioneve të tij, e përrrjedhoi shkaqet e ngritura nuk krijojnë bazë kushtetuese të pranueshme për shqyrtimin nga kjo gjykatë. Në vlerësimin tonë, pretendimet e kërkuesit bazohen kryesisht në interpretimet të kushtetutës dhe të ligjit, pa u provuar ekzistenca e një marrëdhënie juridike konkrete të cënuar që të ketë sjellë pasoja juridike. Po ashtu, nuk konstatohet ekzistenca e një konflikti kompetencash dhe përrrjedhoi mungon një çështje kushtetuese reale, pasi qëndrimet e ndryshme interpretuese në mungesë të një marrëdhënie juridike konkrete nuk janë të mjaftueshme për të ngritur një çështje me objekt kushtetues. Përsa parashtruam, rezulton se gjykata kushtetuese ka vendosur qartë në jurisprudencën e saj se për ekzistencën e një konflikti kompetencash duhet që ai të burojë nga një marrëdhënie konkrete midis pushteteve që pretendohet se ushtrojnë të njëjtën të drejtë që i takon vetëm njërit. Në rastin konkret, nuk ka një ndërveprim të tillë midis gjykatës penale dhe kryeministrit. Pra, gjykata e jurisdiksionit penal ushtron kompetencët e saj ligjore për caktimin e masave të sigurimit në bazë të ligjit procedural penal, ndërsa marrëdhënia e pretenduar nga kryeministri buron ekskluzivisht nga kushtetuta, që do të thotë se kemi dy marrëdhënie të ndryshme për dy pushtete të ndryshme dhe nuk mund të pretendohet për konflikt kompetencash. Në këtë çështje, përpara gjykatës lind pyetja, a ka konflikt konkret të kompetencave kushtetuese midis gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe kryeministrit? Në jurisprudencën e saj, gjykata kushtetuese ka trajtuar gjithësisht këtë çështje, duke argumentuar se çdo pushtet ka kompetencat e veta dhe secili organ ka pushtet të mjaftueshëm për të vepruar në mënyrë të pavarur. Asnjë institucion tjetër nuk mund të ndërhyjë në vendime që burojnë nga kompetencat e tij. Po kjo gjykatë, në jurisprudencën e saj ka sqaruar gjithashtu se për të pasur konflikt kompetencash midis pushteteve duhet të plotësohen 3 kritere ligjore. Mosmarrëveshja lidhet midis organeve të pushteteve të ndryshme, mosmarrëveshja lidhet me organet që vendosin përfundimisht vullnetin e pushtetit të tyre, mosmarrëveshja ka të bëjë me përcaktimin e sferës së kompetencave. Në rastin konkret, këto kritere nuk përmbushen, pasi mosmarrëveshja e pretenduar nuk lind ndërmjet pusteteve që ushtrojnë të njëjtën sferë kompetencash. Sikurse gjykata kushtetuese ka arsyetuar në jurisprudencën e saj, një mosmarrëveshje që paraqetet përpara kësaj gjykate duhet të ketë natyrë kushtetuese, që do të thotë që jo vetëm subjektet e përfshira duhet të jenë ato që njeh kushtetuta, por se edhe kompetenca e pretenduar e synuar duhet të jetë e qartë dhe e përcaktuar si e tillë. Në çështjen e fjalë, nuk identifikohet asnjë element i tillë që mund të përbëjë objekt kontrolli kushtetues. Në këtë kontekst, prokuroria e posaçme vlerëson se kërkesa e kryeministrit për shfuqizimin e vendimeve të gjykatës së posaçme për masën e sigurimit personal apo për interpretimin e nenit 103.3 të kushtetutës, po ashtu nuk lidhen me kontroll kushtetues mbi ligje, nuk paraqet konflikt kompetencash mes pushteteve, pasi masat e sigurimit janë vendime individuale penale me jurisdiksion penal dhe nuk krijojnë konflikt kompetencash sipas nenit 131 të kushtetutës. Vlerësojmë se kërkuesi nuk mund të përdorë këtë pretendim për të bllokuar hetimin penal ndaj ministrit, pasi ndjekja penale dhe vlerësimi i masës së pezullimit janë kompetenca ekskluzive të prokurorisë së posaçme dhe GKK-s, pra të pushtetit gjyqësor dhe nuk mund të cënohen nga ndërhyrjet të pushtetit ekzekutiv. Në këtë aspekt, duke qenë se masat e sigurimit janë të ankimueshme, ekziston një procedurë plot ankimi në gjykatën e apelit dhe gjykatën e lartë. Kjo respekton parimin e subsidiaritetit sipas të cilit jurisdiksioni kushtetues mund të aktivizohet vetëm pasi të jenë shtëruar të gjitha mjetet efektive brenda sistemit të zakonshëm gjyqësor. Gjykata kushtetuese ka theksuar se mbrojtja kushtetuese mund të kërkohet vetëm pasi të përfundojnë procedurat gjyqësore dhe shërtimi i ershëm do të krijonte një gjykim paralel, duke cënuar funksionin e saj dhe duke rrezikuar stabilitetin e sistemit gjyqësor. Prandaj,
Përsa parashtruam në këtë rast nuk ka pengesa procedurale, vonesa ekstreme apo rrezik të pakthyeshëm që të justifikojnë ndërhyrjen e menjëhershme të gjykatës kushtetuese. Për rrjedhoj, shqyrtimi i kushtetshmërisë së masës së pezullimit në këtë fazë do të shkelte parimin e shtërimit të mjeteve gjyqësore, subsidiaritetin e anëtimit kushtetues dhe ndarjen e pushteteve, duke synuar funksionimin e vetë sistemit gjyqësor. Po ashtu, në konsiderat të kritereve ligjore të pranueshmërisë një kërkese objekt kontrolli kushtetues, Prokuroria posaçme vlerëson se kërkuesi nuk ka një interes personal dhe aktual për të parashtruar këtë çështje, pasi interesi që ai pretendon është institucional dhe jo kushtetues. Në vlerësimin tonë, pretendimi se pezullimi i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë ka penguar funksionimin normal të Këshillit të Ministrave ose kompetencat e kryeministrit nuk qëndron. Është fakt që masa ndaluese prek vetëm individin dhe nuk ndalon funksionimin e institucionit, ashtu siç lejon kushtetuta për rastet e mungesës së prokoshme të një ministri. Masa e pezullimit ka natyrë të prokoshme dhe është e nevojshme për siguruar vijimin e hetimit penal dhe nuk shkakton pasoja të pariparueshme për institucionet. Kushtetuta siguron që procesi penal për mbrojtjen e interesit publik ka përparësi mbi ushtrimin e mandateve individuale. Për këtë arsye, kërkesa e kërkuesit nuk tregon shkelje të drejtë për drejtë të kushtetutës, por synon të kundërshtojë vendimet e gjykatës, gjë që nuk përmban objekt të jurisdiksionit kushtetues. Kjo gjykatë, përmes jurisprudencës së saj, ka arsyetuar qartë se subjektet që kërkojnë kontroll kushtetues duhet të provojnë lidhjen e drejtë për drejtë ndërmjet veprimtarisë së tyre dhe çështjes që paraqesin. Në këtë rast, kjo lidhje mungon dhe kufizimet procedurale që nuk lidhen drejt për drejt me kërkuesin duhet të merren parasysh. Për rrjedhoj, prokuroria posaçme vlerëson se kërkesa nuk duhet të pranohet dhe duhet të hapë rrugë funksionimit normal të sistemit gjyqësor. Duke vijuar tek pretendimet në themel të kërkuesit, prokuroria posaçme parashtron se lidhur me pretendimin për shkelje të imunitetit të deputetit sipas pikës 3 të 103 të Kushtetutës. Vlerësojmë se ky pretendim është i pabazë, pasi në këtë rast duket se kërkuesi tenton të barazojë funksionin legjislativ të deputetit me funksionin ekzekutiv të ministrit, gjë që Kushtetuta nuk e parashikon. Mandati i deputetit dhe funksioni i ministrit, edhe pse bashkohen tek i njëjti person, nuk krijojnë një status të vetëm juridik, pasi mandati i deputetit lidhet me përfaqësimin e elektoratit dhe gëzon mbrojtje kushtetuese, ndërsa funksioni i ministrit është pjesë e ekzekutivit dhe i nështrohet përgjegjësive ligjore dhe penale pa cënuar mandatin parlamentar. Prokuroria thekson se dispozitat kushtetuese duhet interpretuar brenda kuadrit të tyre të përcaktuar dhe nuk mund të zgjerohet pa modifikuar dhe në imunitetin për të asaj që është parashikuar ligjërisht. Mandati i deputetit bën nga vota e popullit, ndërsa funksioni i ministrit sipas dispozitave kushtetuese që rregullojnë Këshillin e Ministrave në 95/102 është e natyrës ekzekutive dhe administrative dhe nuk bazohet në funksionin e deputetit. Po ashtu, në 103.3 Kushtetutës parashikon imunitetin vetëm për detyrat përfaqësuese të deputetit dhe nuk u jep funksionit të ministrit imunitet ndaj masave të pezullimit të natyrës penale. Kemi mendimin se, nëse Kushtetutë bërësi do të kishte dashur që funksionit ekzekutiv të anëtarëve të Këshillit të Ministrave të jepte imunitet ndaj masave procedurale penale, sikur sa është rasti, kjo do të ishte parashikuar qartë në dispozitat kushtetuese. Po ashtu, sipas vlerësimit tonë, argumenti i kërkuesit se ministri ka imunitet në deputet dhe për këtë nuk duhet të aplikohet masa ndaluese, bie haptësi në kundërshtim me 173 të Kushtetutës, i cili nuk parashikon asnjë garanci për mosbatimin e masës ndaluese apo të pezullimit nga detyra. Në gjykimin tonë, është i gabuar dhe jo kushtetues barazimi në 242 të Kodit të Procedurës Penale me 173 të Kushtetutës, pasi imuniteti i deputetit bëron vetëm nga Kushtetuta dhe asnjë ligj tjetër nuk mund të japë të njëjtin imunitet as për organet e tjera të parashikuara qartë në Kushtetutë. Ndaj, gjykata kushtetuese në vlerësimin tonë, pavarësisht të rolit të saj, nuk mund të ndërhyjë as drejt për drejt, as përmes interpretimit për të krijuar një normë të re kushtetuese që nuk ekziston, pasi do binte ndesh me parimet themelore të hierarkisë së akteve ligjore dhe kushtetutshmërisë. Në këto kushte, prokuroria posaçme vlerëson se në përputhje me garancitë ligjore të statusit të deputetit, pezullimi nga funksioni si masë procedurale e parashikuar nga legjislacioni penal në 242 i Kodit të Procedurës Penale ka për qëllim të parandalojë përdorimin e funksionit publik për të penguar procesin penal. Është fakt juridik se kjo masë nuk kufizon lirinë personale, e cila ruhet nga procedura ligjore dhe nga kërkesa për autorizim nga kuvendi gjatë zbatimit të masave shtrënguese. Për më tepër, ajo nuk pengon ushtrimin e funksionit të deputetit si përfaqësues i parlamentit. Në këtë kuadër, ndalimi i parashikuar nga 242.2 i Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilit masa e pezullimit nga funksioni nuk zbatohet ndaj të zgjedhurve, nuk mund të konsiderohet garanci kushtetuese për imunitetin e deputetit. Kjo, sepse në rastin konkret, masa e sigurimit është kërkuar ndaj një funksionari të emëruar i cili nuk synon mandatin e deputetit. Gjithashtu,
Nocioni të zgjedhurve, sipas kodit zgjedhor, i referohet vetëm funksionarëve që ushtrojnë funksione publike, për shkak të zgjedhjes nga vota popullore, ndërsa funksioni i ministrit nuk është i zgjedhur edhe nëse mbajtësi është deputet. Për rrjedhoj, ndalimi sipas në 242 të kodit të procedurës penale nuk gjen zbatim kur masa pret një funksion të emëruar dhe masa e pezullimit duke qenë parandaluese nuk synon lirinë personale apo mandatin ligjvënës të deputetit. Në vlerësimin tonë, interpretimi i kundërt sipas të cilit imuniteti i deputetit do të shtrihet mbi funksionin e ekzekutivit të ministrit, bie ndesh me parimin e barazisë para ligjit, sipas në 18.1 të Kushtetutës, ku parashikon të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Po ashtu, një interpretim i tillë do të binte ndesh edhe me 1 të Kushtetutës, pasi do të synonte balancën kushtetuese ndërmjet pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv, duke i trajtuar si funksione të njëjta. Në vlerësimin tonë, Kushtetuta nuk ka synuar të mbrojë funksionin ekzekutiv nga kontrolli penal, por të sigurojë pavarësinë dhe vrimtarinë e kuvendit sipas parimeve të ndarjes së pushteteve dhe ekuilibrave kushtetues. Kërkuesi ka pretenduar gjithashtu se masa e pezullimit nga funksioni duke synuar kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe penguar ushtrimin e detyrave të ministrit, ka shkelur parimin e ndarjes së pushteteve sipas në 7 të Kushtetutës. Në vlerësimin e prokurisë së posaçme, ky pretendim është i pabazuar, pasi masa e pezullimit ka karakter ligjor parandalues dhe është vendosur brenda procedimit penal, pa përfshirë kryeministrin apo Këshillin e Ministrave. Për rrjedhoj, nuk ekziston ndërhyrje në kompetencat e pushtetit ekzekutiv. Përkundrazi, masa siguron që ushtrimi i funksione publike të mos pengojë jetimin penal dhe shërben për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit duke respektuar plotësisht parimin e ndarjes së pushteteve të sankcionuar në 7 të Kushtetutës. Në të kundërt, prokuria posaçme vlerëson se pezullimi nga mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese i vendimeve të GJK-s në vetvete synon parimin e ndarjes së pushteteve sipas në 7 të Kushtetutës. Në këtë kontekst, kryeministri si kreu i pushtetit ekzekutiv nuk mund të aktivizojë mekanizma që ndikojnë drejt për drejt në një proces penal, pasi kjo krijon rrezik real për ndërhyrje në pushtetin gjyqësor i cili gëzon pavarësitë të garantuar nga KNE. Lidhur me këtë pretendim, vlen të ritheksohet se masa ndaluese duke qenë e karakterit individual duhet të trajtohet sipas parimit të subsidiaritetit, siç argumentuam edhe më lart. Ky parim kërkon që ndërhyrja kushtetuese të ndodhë vetëm pasi të jetë shtruar të gjitha mjetet juridike efektive në sistemin e drejtësisë. Përdorimi i një mase sigurimi penal si pretekst për të pretenduar një konflikt kompetencash midis organeve kushtetuese synon thelbësisht këtë parim pasi ndërhin në kompetencat e pushtetit gjyqësor. Për rrjedhoj, vlerësojmë se pezullimi i vendimeve të gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar synon drejt për drejt në 145.3 të Kushtetutës, i cili sankcionon se çdo ndërhyrje në veprimtarinë e gjykatave ose të gjyqtarëve sjell përgjegjësi sipas ligjit. Ky pezullim nuk është një ndërhyrje thjesht procedurale, por ekspozon funksionin e gjykatave ndaj ndikimit të jashtëm, duke komprometuar pavarësinë e tyre. Ky synim ndikon drejt për drejt edhe mbi kompetencën e gjykatave të posaçme, të cilat janë të ngarkuara me funksione të veçanta dhe të përcaktuara qartë nga ligji. Ndërhyrja këtij lloji rrezikon të krijojë një precedent të rrezikshëm, ku ekzekutivi mund të ndikojë mbi vendime gjyqësore, duke synuar balancën dhe ekuilibrin e pushteteve të parashikuara nga Kushtetuta. Mbi pretendimin e kërkuesit për ndërhyrje në kompetencët e organeve kushtetuese që kryejnë propozimin, emërimin dhe miratimin e ministrit në detyrë. Duke u bazuar në rrethanat konkrete të çështjes, lidhur me këtë pretendim, prokuroria posaçme vlerëson se nuk ekziston asnjë synim i kompetencave të kryeministrit apo i funksionimit të Këshillit të Ministrave të parashikuara në 101-102 të Kushtetutës, që të justifikojë një ndërhyrje kushtetuese në vendimin për masën e sigurimit pezullim nga detyra. Por rrjedhoj, pretendimi sipas të cilit pezullimi nga detyra e një ministri synon funksionimin e Këshillit të Ministrave rezulton i pambështetur. Në këtë aspekt, nëse referohemi kuadrit normativ që rregullon organizimin, rolin dhe kompetencat e Këshillit të Ministrave, rezulton se veprimtaria e Këshillit të Ministrave është kolegjiale dhe në asnjë rast nuk pengohet nga mungesa e një ministri, përsa kuorumi dhe procedurat formale respektohen. Prandaj, prokuroria posaçme edhe në këtë pretendim nuk identifikon asnjë element që të propojë një mosmarrëveshje kompetencash ndërmjet pushteteve. Sipas nesh, kjo qasje gjen mbështetje edhe në jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, e cila ka theksuar se organet kolegjiale vazhdojnë funksionimin edhe në mungesë të përbërjes së plotë pa u paralizuar në veprimtarinë vendimmarrëse. Gjithashtu, edhe ngritja e këtij pretendimi me argumentin se kompetenca kushtetuese e kryeministrit për përbërjen e Këshillit të Ministrave kufizohet nga pezullimi i një ministri, në vlerësimin tonë nuk ka bazë juridike, pasi instituti i pezullimit nga funksioni nuk përbën kompetencë kushtetuese të kryeministrit dhe nuk mund të konsiderohet e synuar një kompetencë që nuk ekziston në rendin kushtetues.
Në përfundim, lidhur me këtë pretendim, vlerësojmë se vendosja e kësaj mase nga organet e drejtësisë nuk përbën ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv, por është ushtrim i pavarur i kompetencave të pushtetit gjyqësor në kuadër të një procedimi penal individual në përputhje me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Lidhur me pretendimin e grupusit për shfuqizimin e vendimeve që kanë caktuar masën e pezullimit nga detyra, Prokuroria posaçme vlerëson se ky pretendim nuk ka bazë kushtetuese pasi kërkuesi synon të krijojë një mosmarrëveshje kompetencash artificiale duke i atribuar imunitet mbi detyrën ekzekutive të ministrit, të cilën kushtetua nuk e parashikon. Siç parashtrua më parë, masa sigurimit penal në akte tipike gjyqësore dhe bëjnë pjesë ekskluzivisht në jurisdiksionin penal dhe kurse nuk përbëjnë ushtrim të kompetencë ekzekutive dhe nuk synojnë kompetencat e kryeministrit apo të Këshillit të Ministrave. Në rastin konkret, kërkuesi nuk është subjekt i masë sigurimit, nuk pretendon cënim të ndonjë të drejtë themelore personale dhe nuk përfaqëson kushtetueshmërisht të drejtat individuale të personit ndaj cilit është vendosur masa. Por rrjedhoj, kërkesa e tij për shfuqizimin e vendimeve gjyqësore dhe përzgjedhjen e një konflikti kompetencash bie ndesh me konceptimin kushtetues të masave të sigurimit, të cilat janë pjesë ekskluzive e jurisdiksionit penal. Si e tillë, në vlerësimin tonë, gjykata kushtetuese nuk do të veprojë si një supergjykatë e lartë, duke marrë kompetencat e gjykatave të jurisdiksionit penal, pasi çdo ndërhyrje e saj në shfuqizimin e këtyre vendimeve do të synonte drejt për drejt kufit kushtetues të kompetencës dhe pikërisht parimin e ndarjes së pushteteve. Në këtë kuadër, prokuroria posaçme vlerëson se në këtë çështje identifikohet një element i rëndësishëm për të mbajtur në konsiderat nga kjo gjykatë, që është pikërisht garantimi i pavarësisë së sistemit gjyqësor në çdo aspekt. Duke u bazuar në këtë vlerësim dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare, kërkohet që çdo vendim për pezullimin e një funksionari publik duhet të mbështetet në rrethana të arsyeshme dhe të respektojë parimin e ligjshmërisë dhe proporcionalitetit. Në rastin konkret, gjykata e jurisdiksionit penal ka vlerësuar natyrën e detyrës, karakterin e veprës penale të dyshuar dhe qëllimet e masës, përfshi garantimin e hetimit dhe parandalimin e rreziqeve të mëtejshme. Në këtë kuadër, prokuroria posaçme vlerëson se masa e pezullimit të funksionit ekzekutiv është e ligjshme, proporcionale dhe e kufizuar vetëm në ushtrimin e kësaj detyre, pa cënuar mandatin si deputet në përputhje të plotë me standardet europiane dhe parimet e shtetit së drejtës. Të nderuar gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, duke respektuar parimet themelore dhe normat juridike që garantojnë shtetin së drejtës dhe mbrojtjen e interesit publik, prokuroria posaçme vlerëson se në këtë rast vetë rendi kushtetues do të vijë në rrezik nga një shfuqizim i mundshëm i masave ndaluese. Kjo sepse ka dyshime të arsyeshme që personi i fjalë ka kryer vepra penale për cilat është saktuar masa dhe tashmë është marrë pa ndërhur për njërin prej tyre. Hetimet e deri tanishme ka zbuluar prova që tregojnë se ajo mund të ketë kryer edhe vepra të tjera penale që janë aktualisht në hetim dhe në proces. Duke pasur parasysh pozitën e pandehurës si zëvendës kryeministri dhe ministri e një prej ministrive më të mëdha, si në strukturë, ashtu edhe në buxhet, dhe duke marrë parasysh ndikimin e mundshëm të saj në proceset tenderuese dhe përdorimin e detyrës publike, rrezikshmërinë shoqërore rezulton e lartë, parashtrojmë se ekziston rreziku që të kryejë vepra të tjera penale, të pengojë hetimin, të manipulojë provat apo edhe të largohet. Gjithashtu, vijimi i ushtrimit të detyrës do të synonte në 11 të kushtetutës që garanton mbrojtjen e ekonomisë së tregut dhe iniciativën e lirë. Kjo sepse gara së ndershme midis operatorëve ekonomik mund të vihet në rrezik nga ndikimi i paligjshëm në procedurat e tendrave dhe nga keqpërdorimi i detyrës publike, duke dëmtuar pronën publike dhe interesat e shtetit, si dhe duke penguar pjesëmarrjen e drejtë të subjekteve private në tendra. Jemi të mendimit se ndodhemi para rastit kur është zbatuar drejt kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si dhe ligji procedural dhe material penal, pasi bazuar në rrethanat e rastit sikurse gjend pasqyrim në akte që i takojnë pashkrimit të vendimit. Masa ndaluese është proporcionale dhe domosdoshme për të përmbushur qëllimin legjitim të mbrojtjes së interesave më të larta publike, sikurse i përmendëm më sipër. Prandaj, theksojmë se veprimet e prokurorisë së posaçme dhe pas të gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar nuk janë thjesht ushtrimi i kompetencave të tyre, por përmbushin detyrën kushtetuese për të garantuar mbrojtjen e interesave të Republikës, të cilat mund të vijnë në rrezik nga veprimet ose mos veprimet e paligjshme pavarësisht se kush i kryen ato. Për ta konkluduar këtë qendrim, prokuroria posaçme vlerëson se vendimet e gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar janë marrë nga organi gjyqësor kompetent në ushtrim të jurisdiksionit penal dhe nuk synojnë kompetencat kushtetuese të pushtetit ekzekutiv. Si rrjedhoi, masa e pezullimit, e sigurimit pezullim nga detyra për zëvendës kryeministrit dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë duhet të mbetet në fuqi si një masë e domosdoshme dhe proporcionale për garantimin e vijimit normal të procesit penal. Kërkesa për shfuqizimin e vendimeve të KOKO-s për pjesën që ka vendosur pezullimin nga detyra, si dhe pretendimi për ekzistencën e një konflikti kompetencash ndërmjet kryeministrit, Këshillit të Ministrave dhe gjykatës së posaçme janë të pambështetura në kushtetuar dhe në ligj dhe së tilla duhet të refuzohen. Po ashtu, në vlerësimin tonë,
Nuk gjen mbështetje kushtetuese as kërkesa për interpretimin e nejt 103.3 të Kushtetutës në kuptimin e zgjerimit të garancive procedurale për të atyre të parashikuara shprehimisht nga Kushtetuta dhe legislacioni procedural penal. Përsa kemi parashtruar me shkrim dhe përsa përshtim sot në këtë seancë plenare, prokuroria posaçme i qëndron qëndrimit të saj se kërkesa e kryeministrit në tërësinë e saj nuk do të pranohet. Ju faleminderit. Jap fjalën gjyqtarit relator për